nderuar miq të mediave të UBT-s, jemi në muajin tetor, muajin i cili njihet për ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit. Dhe kemi filluar me podcastet tona, të cilat ja kemi dedikuar tetorit roz për të edukuar sa më thellë për dhe ndërgjegjësuar gratë dhe vajzat e reja për kancerin e gjirit. Kemi një eksperte në studio, ginekologen e cila është specializuar në Gjermani dhe tani punon në United Hospital, ginekologen dhe doktoreshën Mirvete Aliu Shabani. Mirë se erdhe, doktoreshë. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Ky muaj njihet pra për ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit, cilat duhet të jenë aktivitetet të cilat shërbejnë edukimin e gjeneratave apo në edukimin e grave dhe vajzave për kancerin e gjirit. Po, kështu. Tetori është muaj i roz, do me thonë është një muaj në mënyrë internacionale që njihet si muaj i roz dhe që ka për qëllim sqarimin, ndërgjegjësimin dhe informimin sa më të mirë të popullatës. Unë nuk muj me thonë vetëm të femënës, ose vetëm të vajzave dhe të grave, për arsye se kanceri i gjirit nuk paraqitet vetëm tek femrat, mund ka raste kur paraqitet edhe tek meshkujt. Për këtë arsye mendoj që është shumë e rëndësishme informimi sa më i detajlizuar dhe sa më i mirë për gjithë shoqërinë. Nuk e mendoj vetëm për pacientën, nëse për gruan për shembull e cila është atakuar, ose për burrin që është i atakuar nga kanceri i gjirit. E mendoj për krejt familjen, e mendoj për krejt shoqërinë tonë, për arsye se na jemi ose familja është ajo që duhet të ndihmoj të dalë në krah pacientit i cili është i atakuar për kancerit të gjirit. Pse ndodh në Kosovë të kemi një lloj ndoshta specifikimi të tillë vetëm për gratë ose për vajzat? A ka informim të dobët apo çfarë duhet ndodh ose ndryshuar në këtë aspekt që të informohen edhe më thellësisht edhe burrat edhe meshkujt? Po, duhet të ndodh pikërisht kjo që jemi të bë. Unë kam kryer specializimin në Gjermani. Këto kontaktin e parë me pacienta me kancer të gjirit e kam pas kur kam qenë fëmijë në Kosovë në një rrjetin familjar të largët, kur është bisedu në familje për personin, ka qenë femën që është atakuar edhe është bisedu shumë lidhur edhe me komplikacionet në atë kohë që i ka pas, domethënë e ka pas dorën shumë të ajne, që ka pas probleme me rrjedhjen limfatike, që janë komplikacione të shpeshta atëherë në atë kohë. Tash fatmirësisht këto komplikacione nuk i kemi, se është avancu, është bërë gjithçka më mirë. Mirë po lidhna me këto që takimin e parë me kancerin e gjirit qysh unë jam njoftuar. Mandej gjatë specializimit kam taku jo vetëm femra, por edhe meshkuj kemi pas, se në Gjermani, Austri dhe në Zvicër në kuadër të specializimit ginekologjik bëhet edhe gjini. Do me thonë e kemi një kohë caktuar ku merremi vetëm me pacienta me ndryshimin e gjiçit, mujnë me konë beninje dhe malinje. Hera e parë që kam taku mashkull është aty, kemi pas pacient edhe është trajtuar sikur gjitha femrat tjera. Çka duhet me bë tash në Kosovë? Duhet se është muaj roz, është muaj informimit. Për këtë arsye na i bojmë këto simbolet edhe ju e keni fjongën, i bojmë këto dhe ju tregojmë njerëzve se na jemi këtu për me ju përkrah, për me ju ndihmue në këto raste. Duhet të informohet, duhet informacione sa më të mëdha, mediat të bashkëpunojnë me mjek edhe të informojnë popullin kur gjë tjetër sars. Tani të kthehemi pak në detaje dhe të shqellojmë se cilat mund të jenë shenjat të cilat paralajmërojnë do të thotë kancerin e gjirit. Mund të na shpjegoni më detajisht diçka që duhet të dinë të parandalojnë ndoshta me hapat mjekuz pastaj? Mendoj se rruga më e mirë për sqarim është të flas nga përvoja ime. Pacientja, nëse pacientët e prekun një gjandër në gji, atëherë natyrisht që pacientja, edhe pse ka raste edhe kur vonohen, ka raste kur kanë frikë
me shku te mjeku, pikrisht prej asaj se mos po mdel kancer. Edhe vonohet dhe disa muaj, mirë po kur kemi të bëjmë me një nyje në gji, ajo do të vjen. Vjen në klinik, edhe bëhet diagnostifikimi edhe mandej vazhdon terapia dhe gjitha ato qysh duhet me vepru. Mirë po në rastet kur nuk kanë shenja, kanceri i gjirit nuk do të thotë që ta jep ndonjë shenjë në fazat fillestare. E kjo është rrezikshmëria më e madhe për pacientat tonë. Kur nuk ki kur farë shenje, mirë po është zhvillu, se kanceret e gjirit munden me mu paraqit në format të ndryshme, si nyje është, nëse paraqitet si nyje, atëherë kjo është shumë mirë. Mirë po ka raste kur nuk paraqitet si nyje dhe është në mënyrë difuze mrena në gji, edhe te këtë ndryshim në gji kemi diagnostifiku rastësisht. Nuk mund është me vrejt, do të thotë. Kur nuk vrehet, ka raste kur nuk vrehen. E tash, në përvojën tem ma heret, tash po flasim pak edhe ndigjam, është mirë nëse i bojmë krahasimet edhe me Gjermani, se na duhet me mësu sa ma mirë, me konë për... Ekspertiza më e mirë. Po pra, në Gjermani njëherë në vetë, femna ka të drejt të shkoj të ginekologu, e ta bëj kontrolën ginekologjike, e ta bëj edhe kontrolën e gjirit. Kontrolla e gjirit bëhet me inspekcion, e shohim gjirin, me palpacion e prekum gjirin, edhe me ultrazon. Se na, ashtu si ju thash, gjatë specializimit, na trajnojnë, na dërgojnë edhe në përtrajnime për me pas mundësi me bëhe dhe ultrazonin e gjirit. E tash këto rastet, që janë ma të rrezikshmet për mu, mendoj, që nuk detektohen më herët nga pacienti, janë qëto raste kur te rastësisht ja bënë një ultrazon të gjirit edhe shes aty ka diçka. Sa ka ndryshuar nga përvoja juaj personale, sa ka ndryshuar ndoshta kjo lloj ekzaminimi ose diagnostikimi në Kosovë nga më herët tani për shembull, ose në United Hospital të marrën edhe përvojën në United. Sa ka teknologji të reja që kanë avancu që mu diagnostiku më herët dhe mu shëru këtë tretimi? Ma herët kanë qenë komplikacionet e shumëta, ma herët kanë qenë edhe gjatësia e jetesës pas diagnozës ka qenë më e shkurt, terapia ka qenë më e vështirë, komplikacionet kanë qenë, thuj se çdo dyta gru ka pas një dorë të ojne, tepër të ojne për shkak të komplikacioneve post-operative e krejt. Tani fal këtyre spitalit për shembull, si të na konkret në Spitalin United, kemi kirurgun torakal në Kosovë, gjirin, ndryshimet në gji, i diagnostifikojnë edhe terapin edhe në kirurgët torakal. Në Spitalin United e kemi mundësin, edhe është mundësia, të bëhet e njëjta procedurë ashtu si i bëjmë në Gjermani, ashtu si unë jam e mësume. Shumica e kolegëve të mi, të cilët janë aty, jemi kolegë të cilët jemi shkolluar jashtë. Krejt e kemi pru një eksperiencë nga jashtë, si kirurgu, si ginekologu, si. Me rëndësi për terapi, për rastet tash konkrete të kancerit gjirit, është një konsult interdisciplinare. Duhet me qenë një konsult interdisciplinare, kjo shkon në dobi të pacientit, në dobi edhe të mjekut. Konsult interdisciplinare është kur ne mjekët mbledhemi të gjithë së bashku, do me thonë, është ginekologu nëse ka nevojë, është kirurgu torakal, nevojitet radiologu, nevojitet onkologu, nevojitet kirurgu i përgjithshëm nëse ka komplikacione, ai rast për shembull edhe duhet mu operu në rast të metastazave, nevojitet punëtori social, nevojitet psikologu klinik. Këta janë krejt një ekip e madhe. Fatmirësisht, ne kemi mundësi këto me bo në Spitalin United. Se ne jemi shumë punëtorë, shumë mjek aty që mujme me bashkëpunu edhe bashkëpunojme me zveti. Po ashtu është tek diagnostifikimi të terapia e kancerit të gjirit. Kanceri i gjirit, vetë kanceri, fjala kancer, është një temë e rëndë. Natyrisht që jo vetëm me pacientin i cili atakohet,
po na duhet të kemi të ju ofrojmë kushte të mira edhe familjes. Do të thonë njerëzve për rreth që i kanë. Jo vetëm të na në Kosovë, në krejt botën, kur të shkruhet e diagnoza, vjen diagnostifikimi se është një kancer për mitëra, për gjia, për zorra, për diçka, ajo familje e ka një lloj shoku. Do të thotë, është me rëndësi ta kemi psikologun për shembull, është me rëndësi të ofrojmë një ambient të mirë doktorit edhe pacientit kur doktori ja jep atë informacion se ju jeni prej smundjes malinje. I ofrohet ambienti, ashtu siç i kemi në ambiente shumë moderne në United Hospital, do me thonë do të me konë ma intim. Mandej nëse nevojitet psikologu, natyrisht që kom po paciente që kanë qenë të shokume dhe kanë dalë të qajtë se diagnoza histopatologjike ka ardhur kancer. Tash, pacientja nuk lihet vetën. Në institucion duhet me pas psikologun aty. Pacientja pyetet apo do në ndihmë psikologut, po edhe gjithmonë ka në nevojë edhe jepet ndihma. Do me thonë, nuk jam të fol vetëm për kancerin si diagnozë, jam të fol për kushtet që duhet me ja ofru pacientët të cilët atakohen me këtë sëmundje. Do thotë ekziston një rrjet të komunikimit ndërmjet doktorave të fushave të caktuara që duhet të tregojnë ndoshta gatishmëri për të ndihmuar një paciente. Edhe këtë e ka edhe United Hospital. Po, kjo është një lloj konziliume. Po. Një lloj konziliume. Një paciente, rast konkret, një paciente vjen në United Hospital, e bën një vizitë ginekologjike të une, gjatë anamnezës tregon thotë kam një gjondër në gjë. Edhe une e pyes natyrisht pacientën, e ke kontrolluar doktoresh, po tutna. Okej, përgjigjja ime është gjithherë, ma shumë duhet mu tut kur nuk e kontrollon se kur të kontrollon. Edhe natyrisht që me njëherë njoftova kirurgun torakal, që është tena në klinik, kirurgu torakal e bën ultrazonin, bëhet diagnostifikimin e një gjondre tash, vetëm që është një gjondër, një proces, do me thonë është një ndryshim në gjë, mandej ne kemi mundësi që atë ndryshim në gjë në këtë pjesën e radiologjisë poshtë të bëhet biopsia. Nuk e di sa është biopsia këtu në Kosovë, sa e aplikojnë biopsinë në gjë, mirë po në Gjermani aplikohet biopsia në gjë, të në United mundemi me bë, e kemi radiologun shumë të mirë i cili e bën atë në mënyrë të përpikt. Biopsi e kënyës, ose nëse është një proces i cili nuk preket, si ju thash më përpara, bëhet biopsia me vakum, që përcillet përmes aparatit të radiologjisë, edhe ajo mundet më bë. Kjo biopsi merret, quhet në histopatologji, vjen rezultati, kur vjen rezultati, kirurgu torakal, onkologu, kirurgu ndoshta abdominal varësisht tash qyshe, mandej e kije psikologun, krejt ullën, i psedojnë lidhur me pacientin, ftohet pacienti, njoftohet pacienti për mundësit që i ka. Do me thonë është mundësia operative varësisht prej diagnozës, edhe puna është faza rekonvalescencës ose e përcjelljes së pacientes. Tek na e di që e kena institutin e onkologjisë, atje mandej vazhdojnë matutje terapiat. Nëse kthehemi nga një opinion ndoshta i një pacienti që diagnostikohet me kancer, pyetja e parë ndoshta e tij ka me qenë që a ka me gjetë kurim? Ja, po, ashtu. A ka me gjetë kurim Kosovë edhe a e gjen doktoresh këtë kurim? Apo duhet trajtohet shumë dhe duhet ndoshta edhe të dalë jashtë vendit që ta gjej atë kurim? Po ndëgjani, ka pacientë të cilët i kanë mundësi të dalin jashtë vendit. Po çka t'ju bëjmë ne pacientëve të cilët nuk kanë mundësi të dalin jashtë vendit? Unë mendoj se në kohën e sotme, jemi mirë të organizuar, kirurgët torakal janë mirë të organizuar për diagnostifikim
e për terapi të kësaj smundje, mandej mos të harrojmë se e kemi edhe kirurgjinë estetike në QKUK. Janë mjeke shumë të zojat të cilat mandej kujdesen për pacientët pas mastektomive. Na kemi një numër të madh të mastektomive në Kosovë. Kemi një, do më thonë, ku largohet i tërë gjiri. Por ndonjëherë edhe për masa sigurie, si që thot pacientja vetë. Nga një herë e kam për shtypjen që edhe edukimin e kanë qasisoj që nëse është një nyje, pacientja thot, jo, në është ma mirë që më ka hikë se jam me sigurt. Nuk pajtohëm me këte, kurse se nuk pajtohëm me këte, se prognoza është e njëjtë në disa raste, mirë po, nëse pacientja e njën vetën ma të sigurt edhe ka një kvalitet jetës ma të mirë, atëhere letja bën ashtu. Për çka jam une? Une jam për rimodelimin e gjirit. Une kisha dëshiru në Kosovë me pas mundësi grave kur t'ju largohet gjiri, me pas mundësi edhe me vendos, me rimodelu. Kemi femna të reja, kemi femna të vjetra. Të ke fundit dhe nuk është me rëndësi musha fare. Jo, po largohet një pjesë, një organ edhe. Këto në disa raste e kam pa që në Kosovë bëhen disa rimodelime, mirë po e di edhe atë se kemi një gjenerat të re jashtë që janë të shkollu. Për me edhe që janë të shkollu për senologi, të më thonë të bëhen subspecializim vetëm për gji, të mirën vetëm për gji. Janë gjenerata të reja, janë fmit ton, edhe shpresoj që një ditë ata kthehen, edhe e kemi atë stilin të aman së kur në shtetet evropiane dhe jashtë. Pacientja hën, bën mastektomin, largon tumorin, i ngjitën protezat edhe kur të del është me prapë. Është një lloj shpresë, do të thotë, po edhe avancimi i teknologjive në përbotë edhe në Kosovë, është një lloj shpresë që ti mundesh në të ardhmen me gjetë kurim shumë të shpejt, ndoshta edhe brenda vitit ose i tillë, po. Ndalemi pak edhe me qenë se jeni edhe ginekologe, tek kanceri i mitrës. Sa është i përhapur në Kosovë? Po. Vetëm ta shtoj edhe tek gratë me kancer të gjirit. Në Kosovë jemi shumë më mirë se që kemi qenë. Edhe me diagnostifikim, edhe me terapi. Gratë duhet me pas vullnetin për me luftu këtë smundje. Kemi kirurg të mirë, kemi onkologjia është shumë e mirë, funksionon shumë mirë. Edhe nuk është si ka qenë përpara. Kjo smundje tash përballet. Çka unë du mi thonë grave, edhe moshkëve nëse janë të atakume, dhe ju lutna këtë ta merrni parasysh që nëse një gjondë rëngji është tek meshkujt, menne me seriozitet, paraqit në tek kirurgu të rakal. Duhet me pas vullnet me luftu këtë smundje, se luftohet kjo smundje në kohën e sotit, edhe në Kosovë, shumë mirë, edhe duhet kontrolla. Kontrollat janë, do më thonë, vetë palpimi, prekja e gjirit. Gruaja e prek vetë gjirin, e prek aksillën. Kjo është shumë e rëndësi. Nëse ka një ndryshim sa do të vogël, mos le të ketë frikë, po le të paraqitet te mjeku. Se ka ndryshime të shumta në gjë që nuk janë, që nuk do të thotë që janë kancer. Po shprehna me kancer që me më kuptue edhe gratë që janë në për fshatra nëse na arrin më na pa. Do më thonë që s'do të thotë që është në ndryshim malin, është benjen. Paraqit në te mjeku e ka terapinë dhe vazhdan më tutje. Dërsa sa ju përket këtyne kancerit të mitrës. Pa është muaj, pa mërë parasysh, është muaj tetori roz, është vetëm për kancerin e gjirit, është edhe kanceri i mitrës, te femna e koni, e luanën, është një ndër kanceret e shpeshta, më të shpeshta, ata kanë gratë në mosha të ndryshme, sidomos në moshën më të vjetër, diku 50, 55, 65 ose 65, 75 janë këto moshat që varësisht edhe prej tipit të kancerit, ata kanë mosha të ndryshme. Statistikat në Kosovë nuk i di.
nuk e di nuk e di edhe a është mundësia mu marrë statistikat në Kosovë. Në Gjermani çdo gjë bëhet përmes statistikave. Këtu nuk e di, raste personalisht kam të endometrium karcinom, janë raste kjo fatmirësisht diagnostifikohet relativisht herët. Edhe prognoza mandej kur diagnostifikohet herët, prognoza është shumë e mirë të këto raste. Varet edhe prej tipit histopatologjik, mirë po në shumicën e rasteve 80% është ky tipi këto kancerit të endometriumit që e ka një terapi të mirë edhe e ka një prognozë shumë të mirë të gratë. Si dallon shenjat mes kancerit të mitrës dhe kancerit të gjirit? A janë më lehtë të paralajmëruese, do të thotë? Shumë lehtë është. Shumë lehtë është për arsye se kanceri i endometriumit, edhe them shumë mirë që është kështu, jep shenja me gjakderdhje për shembull, një grua postmenopauzal që s'ka më gjakderdhje, ka disa pika gjak her pas here. Edhe ajo natyrisht ka raste kur këto gra nuk ju tregojnë familjarëve se ngushtohen. Mirë po ka raste edhe kur ju tregojnë me njëherë familjarëve, i bien edhe na me njëherë në fazat hershme diagnostifikojmë, bëhet largimi i mitrës dhe në kurfar problemi s'ka. Nëse del endometrium për shembull, nëse del typi 1. Typi 2, sarkomat, ajo është krejt tjetër, mirë po sarkomat ato diagnostifikohen fryrja e barkut e krejt, ato e vrinë edhe pacientja vetë mas një kohë. Në përgjithësi për kanceret, si ndikon stresi, ushqimi, aktiviteti fizik? Sa ndikon kjo pjesë edhe sa do të mirën parasysh këtë lloj aktivitete të dy gjinit? Të gratë, të meshkujt e gjithë. Po ndëgjam ne, na krejt e dim, gjithmonë e kemi ditë që pirja e duhanit nuk është e mirë. Nuk është e mirë. Për çfarë lloj kanceri pirja e duhanit, mandej ushqimi i shëndetshëm në ditët e sotme, në kohën e sotme na mujna më ushqy shumë mirë në Kosovë. Me pas produkte bio, ushqime të mira, mandej është aktivitetet fizike, se të cilën herë më shumë jam të i pa që tash po përqendrohna në gra për shembull, jam të i pa që gratë po merren shumë më shumë me aktivitete fizike, merren me sport, merren me yoga, merren me automatikisht një ushqim i mirë, i kontrolluar me rregull, që kombinohet me një sport. Me një sport, për shembull, që ty të relakson edhe psiqikisht edhe, automatikisht edhe largohet edhe stresi, se edhe stresi ndikon. Natyrisht që ndikon stresi në organizmin tonë, në shëndetin tonë. Do të thonë, secila lidhet. Sport, ushqim i mirë, jetë e shëndetshme, mendoj se gjitha këto. Në kohën e sotme kam pa që gratë marrin edhe pacientat në përgjithësi, besa marrin një numër të madh suplementeve. Gratë postmenopauzale marrin kalcium, marrin magnezium, i kushtojnë kujdes, edhe kjo më gëzon shumë. Cila është këshilla juaj për parandalimin ndoshta ose për kontrollat e shpeshta të mjekut të United Hospital, saqërisht? Këshilla jam është si ginekologe po flas, po edhe në përgjithësi. Na në United Hospital, me qëllim të diagnostifikimit sa më të hershëm të smundjeve të rona, tash po që po thonë edhe smundjeve kardiologjike ose smundjeve malignose, kemi bo një numër të madh të paketave në departamente të ndryshme. Ne e dim, në Kosovë nuk e kemi sigurimin shëndetësor, pacientat tonë vuajnë për shkak të kësaj, po vujmë edhe na mjekët për shkak të kësaj. Prandaj kemi bo paketa të ndryshme në mënyrë që pacientët të kenë mundësi të vinë edhe t'i bujnë analizat. Analizat e rregullta, tek rasti konkret të unë, njëherë në vit një kontroll ginekologjike nëse nuk ka kufar ankesa. Kontroll ginekologjike, nëse ka ankesa në çdo kohë, ju them, edhe gjithsesi papa testi, gjithsesi në raste të veçanta strishot, që janë strishot cervikale dhe vaginale, edhe një ekzaminim me një ultrazon
një ultrazor ginekologjik, edhe faktikisht unë bëll ai rrethi për ginekologji, për shembull, që ai nevojitet një femne. Dhe këto mundën mi bo sa ma shpesh që t'jenë siguruar. Ndigjam, papa testin çdo vit femnat e reja, të moshës 22-23, prej moshës 22-23, çdo vit është mirë me bo këto pap testin. Prej moshës 36 vjeçare është HPV virusi. Do me thonë, e bojmë këtë diagnostifikimin, e bojmë strishën për HPV. Human papilloma virusi është ky. Se këtu janë tipe të ndryshme, e mandej këtu shumicën e kancerit të qafës së mitrës e bën kjo. E do me thonë e bën edhe ato, kjo është edhe më e mirë se papatesti, edhe një kontroll ginekologjik një herë në vit, nëse ka ankesa atëherë, ose ka një problem atëherë, ashtu si e referon mjeku. Ju faleminderit shumë doktoresh për këtë bashkëbisedim, edhe po besoj që duhet të krijojmë të tilla emisione ose podcaste për të informuar sa më shumë të dëgjimit. Patjetër. Ishte kënaqësi, edhe çdo femër, masi është muaj roz, secilës femër ose secilit pacient që është i atakuar, do të thonë që është diagnostifikuar kanceri i gjirit, që ka pas veti operim, ose që ka pas veti terapin, ose që është duke u përballu me te. Pej përvojës time, ju thamë, luftoni, mos u dorëzoni, nuk është si ka qenë përpara, tani mbi jetojnë, kanë mujtë me pas një kvalitet shumë të mirë të jetës. Po mbesim me këtë mesazh pra. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë për ftesën. Të nderuar miq, faleminderit dhe mbetëm me këtë mesazh të doktoreshës ginekologës Mirveta Aliu Shabani nga United Hospital. Faleminderit shumë. Për më shumë informacione, vizitoni ubtnews.com.